Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Miq të nderuar, po takohemi në emisionin e radhës, kësaj radhe emisioni i ri me një temë të re. Tema për cilën do të bashkëbisedojmë me Fahrudinin ka të bëjë në lidhje me një problematikë, një çështje të cilën Kur'ani i Madhreshëm ka pru shumë ilaçe dhe shumë alternativa dhe në formë edhe preventiva për me rregullu këtë problematikë. Është fjala për fesadin apo prishjet dhe çrregullimet e cilat ndodhen në tokë me dimensione të shumta që i përfshin fjala fesad, shprehje kuranore apo që ne në gjuhën tonë gjojmë shprehje të ndryshme varësisht prej tematikës apo çrregullimit ndryshe që ka të bëjë. Allahu i Madhreshëm kur e përmend fesadin, çrregullimin në tokë, e përmend me terma të njëjtë të i përfshi dimensione të jetës tonë të ndryshme. Çrregullime në aspektin e akides besimit, çrregullime në aspektin e moralit, çrregullime në aspektin e sigurisë, familjes e kështu me radhë. Dhe të pas parasysh që edhe pejgamberët cilët Zoti ka dërgu dhe cilët Zoti përmend në Kur'an, Zoti ka dërgu për me rregullu tokën, gjithsesi me rujt tokën për këtyre çrregullimeve, për arsye se përhapja fesadit në tokë realisht e ka nos edhe jetën për cilën Zoti i Madhreshëm e ka kriju njeriu që me vazhdu në tokë. Prandaj, çka është fesadi, llojet e tij apo çturjes, prishjes, devijimet e këtu, do t'i bashkëbisedojmë me Fahrudinin, ku do t'ju referohemi Fahrudin ajete me theks veçantë, ajete kuranore dhe hadithet pejgamberit alayhis salam dhe misionit pejgamberëve të pas parasysh se pejgamberët atë mundin më të madh, angazhimin më të madh e kanë bërë me rregullu tokën. Por natyrisht njerëzit e mira edhe keqja prej krijimit të Ademit alayhis salam është luftë. Dhe ka njerëz që rregullojnë, ndreqin, po ka njerëz që prishin. Prandaj ai roli jonë është që si thirrsa në rrugën e Zotit, si musliman, si besimtar, me rregullu. Por fatkeqësisht ka edhe që prishin. Prandaj ndoshta është e udhës pak mund dal pak te kuptimi i fjalës fesad apo prishje rendit apo shturje. Fesadi është edhe çrregullim, pra qysh edhe përmend një prej termave, çrregullim vetë fjala jep me kuptuar që diçka nuk është në rregull. Apo prishje sistemit të Zotit, prishje asaj që është dish me kanë natyrën e vet. Nuk është të shkon rrugën e duhur. E që siç edhe e thati më herët që misioni pejgamberëve prej babës njerëzimit Ademit e deri te Muhamedi alayhis salam, po dhe misioni i çdo njerit për njëve është që pra me senet që nuk janë binar, senet që nuk janë rregull, mundu mi kthy në bazën e vet. Për shkak se feja nuk është roli i fejes, vetëm me mu fal, vetëm me agjeru, me shku në haxh, këto janë obligime të cilat pa to s'bën. Mirë po, misioni i fejes është që çdo sanit m'ia dhon drejtën e vet. Çdo sanit m'ia dhon hakun. Për këtë arsye, siç u tha që janë mundu që gjithmonë me i rregullu sanët, prishjen e moralit, mos me kanë prishja e moralit, mos me pas rishfet, mos me pas korrupsion, pra, mos me pas dhënje pozitës pa e meritu, edhe shumë sene tjera, këtë këto janë çrregullim, mos pasja drejtësisë është çrregullim. Do të është interesant Fahrudin fillimi i gjenezës njerëzore në tokë. Kur Zoti i lajmëroi melaçet dhe u tha se unë do të krijoj një mekamp stimi në tokë. Melaçet duke parë shembuj nga egjent, krijesat të mëhershme, që mund të jenë edhe egjent, po ndoshta edhe krijesa tjera, cilat kanë pas probleme, ka pas fesad, prishje të rendit mes tyre. I thanë Zotit Madhreshëm, apo krijon dikant që ka me bon fesad në tokë, ka me bon çrregullim të, ka me derë gjakun. Allahu tha që unë e di më mirë se sot që jo. Por ndoshta është ajo esenca që njerëz si qenie nuk janë gjithë që bojnë çrregullim. Po. Ti shumë bukur e cekë që the ka njerëz që dojnë me punu mirë, po ka njerëz që janë ana e kundërt. Është shumë interesant që çta ana e kundërt. Gjithmonë e këshyrin kënë anën tjetër që janë çrregullues. E shohim për shembull Zoti e ka pru shembull në Kur'an
njeri më i keq në rrezullin toksor, që është kon faraoni. Ka vrarë njerëz, ka mbyt fëmijë, ka marrë pasuri, gjithë ato këqijat i ka bërë. Kur ka një njeri si Musa alayhis salam, pejgamberi i Zotit, për me përmirësu gjendjen, për me vënu drejtësi, për mos me pas korrupsion, këtë këto, që ky prishti, ky i keqi, faraoni, ka thonë, a më jepni leje ta mës Musën se po bën çrregullim tokë. Pse çka ka bu Musa? Musa ka lyp që mos mu shtyp njerëzit. Ka lyp mos mu pasuria drejt. Realisht Musa ka misioni i tij ka kërkuar që me rregullu tokën, me përmirësu. Realisht misioni i tij u ka me rregullu tokën, mirë po ky prishti, kjo ndodh edhe sot. Propaganda. Njerëzit e këqij i shohim që kur janë sidomos që kanë mundësi, kanë pushtet, kanë ata gjithmonë ju kanë ose të rreziku për njerëzve që lypin drejtësi, që lypin rënd, që lypin rregull, edhe përmes formave të tyne mundohen që këta drejtit mi njëllos, mi auqit një pamje të njerëzve që këta janë të këqij. A realisht ata janë vetë të këqijt, ata janë çrregullues, jo këta. E për çata do thotë gjithmonë është pala e kundërt, mirë po misioni jon duhet me konë që gjithmonë më munu me i pru senet në vend. Për çata sikur ti shkon feja që veç kryerja e obligimeve, farzeve, namazë, ramazanat të tjera, atëherë realisht nuk i shkon problem me konë musliman. Për këta që ju do këtë problem feja, ju do këtë problem për shkak se llogarisin që po unë isha bo praktikues i fejes. Po jo, unë s'duhet me pi raki. Unë isha bo praktikues i fejes. Ama tani nuk moj me marr parën në zezë. Isha bo praktikues i fejes. Po tani që të pozit që e kam, s'moj me marr se s'maleon, se ka dikush më i thirrur. Për që ata, kur i kanosit rreziku interesi personal, kjo atëherë e lufton edhe ato që ka është të drejtë. Këto do shta mundol pak të termi i fesadit, pra po kthehemi për arsye se është si termi Kuranit është shumë gjeneral. Dhe sot natyrisht do të na mi bëna një 10-15 sinonime, 10-15 fjalë, përmes cilat do të më shpjegoj se çka do të thonë dhe varësisht prej ajetit dhe kontekstit që ka në Kur'an, ardhë tematika për atë devijim, çrregullim që ka përmend Zoti ose atë lloj të fesadit themi. Dhe është shumë interesant. Gjojna fesadi ndoshta që është çrregullimi më i mrapsht, që më i rrezikshëm, cilën pejgambert në rand parë kanë ftuar kon çrregullimin aspektin e akides, besimit, ose aspektit çrregullimi apo prishja ideologjike. Prishja e fejes. Po, fejes besimit, domethënë tauhidit apo njohshmërisë. E shohim që është cilën kur ju kanë thonë për shembull në surën El-Baqara, wala tufsid mos bëni çrregullimin tok, ka thonë inna ma nahnu muslihun. Po ndrejshim. Pa besimtarët edhe munafekt, që të nashta janë ato dy smujet kryesore të çrregullimit ideologjik, janë arsytuar në fakun kanë po ndrejshëm. A kanë llogarit domethënë për hapjen e dukurive negative. Mos besimin në një zot apo idhujtarin në formën e tyne apo tjetra hipokrizia më paraqit me një pamje tjetër realisht me mshëm në zemër ke diçka të mrapsht e kanë llogarit to përmesim. Kjo ndoshta na çon te aja që e përmend edhe ti se thirrsi nuk do të më ndal auton. Nuk do të më edhe nëse je i vetmi në botë. Edhe nëse je i vetmi në botë që e din që jenë në drejten, dush mos me lëshu për. Dush me qëndru. Ibrahim a.s. Kretë njerëzit janë konë, jo muslimanë dhe janë konë, kanë adhuru idhuj, kanë bo pa drejtësi, kanë marë pasuri pa drejt, që regullim do të kanë bo, është konë i vetmi me grujen e vetë që ka thonë vishon e ti dhe gruje si ka thonë vishon e ti jemi musliman. Edhe jem të munu me pru regull, do të që Zotin na ka urdhnu. Për këtë arsye po them që nuk është e udhës na si pakic, nëse e shohim që shumica se sot çka është një smundje shumë e madhe. Prej kësaj, prej çrregullimit, prej fesadit që është edhe shumë smundje e rrezikshme, është që ka ardhur koha që gjonat të këqija, gjonat negative, aq shumë kanë marrë për masa, aq shumë është ka ju frye që thëmë na, sa që ato llogaritën që janë vlera. Po, kjo është dorso realisht vlera që është këto po. Këto që përmend ato llogarisin që është prapamjet. Po përmend llojin nashta llojin më të rrezikshëm. Natyrisht, ai porët aspekti ideologjik të prishjes, aspekti moral. Domethënë kjo ajo që domethënë kjo është vlera, domethënë cenimi vlera morale kjo është këtu. Kjo është çrregullim shumë i madh. Kur nëse dikur ka qenë marrë,
mu përdor për shembull naja të muslimanëve dhe ka qenë pa kuptim me përdor alkoolin, se ndoshta është marrë më bën organizëm me pos verç. Ka shumë raste njerëzit kur dojnë me shumë rast konkret që e përmane, edhe shembull që shpesh e ndëgjojmë, janë zotin Arut, janë ndoshta edhe familje muslimane, po thotë unë s'u ne bëj darsmen pa pru alkool se i kam do shoqni aty që ata s'm vinë. Mirë po. A për çata shoqni? Për çata shoqni tipi prish raportet me Zotin, a? Atë nimoj nesër ata para Zotit diçka. Kanë me timunë sa. Çto kujtoj? Për çata duhet me pas shumë kujdes që nuk i prishet qefi i Zotit, që ka thonë pejgamberi sa nuk ka respekt ndaj krijesës, mja bu qefin krijesës, kur është puna mja prish qefin krijuesit. Zguzon asnjëherë muslimani. Gjithmonë synim e kem a Zoti i kënaqur. A i dhon njerëzit, si dhon njerëzit, ajo është që thonë atë dorës dytë. Kur po shfletojmë ajetet të Kuranit, për shohim që është përmend shumë shpreha fesad apo çrregullim apo prishje rendit. Në gjuhën tonë sot mund të më thonë apton si korrupsion, kuptimin e korrupsionit, kuptimin e anarkisë, në format ndryshme, e shohim shumë interesant është çdo herë ka ardhur që mos bëni fesad në tokë. Unë la mendova thash, subhanallahu sikur Zoti po do më na thonë që kanë njerëzit të këqij, çat shumë janë gjendje me bo keq, po Allah ka përmend tokën se çat shumë bojnë keq me pas mundësi edhe në qiell kishin bën prishje në planetet e tjera. Domthon, njerë kanë çat është i pabindur nganjëherë, saqë me atë rregullimin e tij ja merr mendja që ku është boz Zot apo ku ta diun. Domthon saqë Allah po përmend tokën se ku do të më thonë që ani ju po bën ani po nuk mundi më ngjit, a din që si ku më dha forcë ju më ngjit edhe më lart atë kuptimin. Prandaj kur jem te fesadi është Allahu në Kur'an ka thonë inna Allahu la yuhibbul mufsidin. Allahu nuk e don njerëzit e presht ata që bojnë fesad. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, mos bëni çrregullime, mos e preshni sikur Zoti po të thonë mos e preshni berandën. Ai po sikur Zoti po të thonë musliman, unë ju kam tregu juve që tipi të veturës jam i hyp. Edhe ky tipi veturës sikur njëri e bleni veturë të mirë. Dhe kjo për me qenëru kjo veturë, për me punu mirë që dohet, për me shku shpejt, sa është e parapone, po jo, graj asfaltet, ani graj po asfaltet, rrugës të Zotit, rrugës drejt. Hamo, nëse i gra me gropa, anë ka është rruga e djallit, atëre ka më prish, ka më funksionu. Sikur Zoti më thonë, jeta është në formë ligji i Zotit, nuk shkon ligji i Zotit, atëre kemi kaluar ato devijimet. Te aspekti moral që ndoshta është udhës më nol pak farodin, e shohim që Zoti ka bërë si ligj për shembull martesën për me vazhdu suji njerëzor. Dhe çka ndodh? Dhe çdo lidhje ta më madhe sot është ka bëu që të pas do thot disa jeta tërtha në familje që i marrin shembull thirret edhe propagandohet largimi prej martesës, bashkëjetesë. Momenti që nuk shkon, që realisht është që Islami do kalon, Islami kur e ka kriju gjithsesi Allahu i Madhreshëm kur e ka kriju njeriu, burrin dhe gruan, ka kriju edhe ato dëshirën për tjetrin apo nevojën për tjetrin, por Zoti këtë dëshirë që ne quajmë epsh apo këto nevoja fiziologjike, Allahu i Madhreshëm i kalon formën e lehtëshme në kanallën e vetëm që mundën ato më shfrytëzojnë kuptimin e martesës. Ndërsa fesad çka është fesad këtu? Fesad, domethënë largimi ashtu shtati, largimi prej martesës, Zoti na ruaj në zinë, në prostitucion. Prandaj edhe misioni pejgamberit i reformatorëve, njerëzve të mirë, që Zoti ja u ka dhënë mundësinë dhe i ka ftuar dhe i ka zgjedhur që me mor këtë rol, atëherë kanë këtë rol. Po shohim që në histori tjetër se ndoshta edhe është e kanë lënë disa dhe kanë kaluar domethënë shtrëngullim edhe më i thellë, siç Zoti ka përmendur rastin e popullit Lutit. Domethënë atë kuptimin domethënë i dy gjinive të njëjta, sikur sot për shembull e shohim fatkeqësisht kur ndëgjon njëri për shembull lojë ndëgjon që kryeministri i vendit për shembull evropian është martuar me kolegen e tij të punës apo më. Domethënë ka bërë lidhje domethënë njëjtës me kolegun e tij. Atëre gjinia e njëjtë, jo kolegun domethënë kjo njëri normal më thon, a den këtë gjendje kemi mrina. Këto janë, do thotë që rregullimi gjithmonë i ka pasojat që na dim popujt e mëhershëm Zoti i ka shkatruar pikërisht shkaku i fesadit, shkaku i çrregullimeve që kanë bërë. E na do të roli jon që jemi do thotë pasues të këtyre pejgamberëve që kanë thirrë në rregull,
është që mu mundu me i ndalu dhe me tregu që këto gjona janë çrregullim edhe nuk është në rregull. Na për shembull te çështja e moralit e përmendëm më herët është një fakt shumë i hidhur që të na sot për shembull të kalumen me bomet po të bën ndonjë vepër të keqe, do thotë që thonë na ke thonë çelë tu këtij pe marrës. Sot ndodhin gjona dyta midis rrugës, midis qytetit, midis mesin të llovijën e njerëzve, edhe realisht na duhet me kthy kryt, që si jemi të bëu gabim, na duhet me kthy kryt, duhet më ngushtu, ndërsa ai që e kryen amoralitetin ose që i bën nivel 2, ai krenohet me ta. Për çata pejgamberi sallallahu ka thonë ky islam ka fillu, do thotë si i huj, edhe do të kthehet si i huj. Po pejgamberi ka thonë si i huj Gureba, ka thonë kush janë këta Gureba? Se kanë shok se kanë ditë se kanë ditë çka ka për qëllim. Kjo Gureba, ka thonë pejgamberi son këta janë të huj në kuptimin që janë pakic, po edhe kur njerëzit prishin, këta ndreqin. Ka pishe, sot është pakic e njerëzve, përpara i ke numëru, këto e dëshmojnë edhe gjeneratat që kanë mbi moshën 50 vjeçare. Përpara ke mujt mi numëru ti ngishta sa ke pas alkoolista ose drogirasha, për shembull të narkoman, njerëz cilët kanë narkoman, i ke pas ngishta. Sot i ki ngishta ata që janë të moralshëm. Unë mendoj ndoshta sot është interesant që ai që është i moralshëm, ai që është në rrugë drejt, tham ndoshta që nëse kthyrëm fesadën, llojet e fesadit që janë përmend, po flas në aspektin e besimit. Mungesa e besimit, shkakton probleme, domethënë e dridh moralin. Probleme fesad, domethënë prishje në aspektin ideologjik të fesë, besimit, shkakton prishje të moralit. Prishje të moralit shkakton tani probleme të tjera në shoqëri, të cilat janë ndonjëse një lloj hallka, një zinxhir që nëse prishet ta hallka por pastaj vijnë tëra të gjitha të prish. Përsa e shohim që kur hub marrja është pejgamberi sa ka thonë, nëse s'ki marrë, ai që është trashëguar pe pejgamberëve të mëhershëm, nëse s'ki marrë atë bën çka dush, përsa ai shumë pikërisht tani as që kur ju plas marrja. Na shohim shumë sene për shembull sot, shohim përmes mediave, shohim popullatën për dishmëri në jetën tonë, e thonë që va normal që një çish mundet me bu. Po i ka plas perdja, populli vetë i ka plas perdja. I ka hub marrja. Kur s'ka marrë ai bën çka dush. As i çare bën pa drejt. Jo pe gjona vërtet përmend edhe çrregullime edhe pe fesadit madh çka është në aspektin ekonomik. Çështja e rishfetit e ashiqare e lyp rishfetin edhe përfitimi. Po, absolut nuk i skuqet fytyra hiç. Sa bukur Zoti e ka vendosur domethënë ato format, metodën e marrë me ajetën e Kuranit wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Zoti e ka lejuar shitblerjen kur është në formën e çelumit. Wa harrama ar-riba dhe ka ndaluar domethënë kamatat. E shohim që sistemi i kamata në botë, domethënë që kriza botërore, aspektin ekonomik, gjithashtu vijnë si rezultati kam pse ku është problemi këtu? Për arsye se këtu po bëhet padrejtësi. Po shtypet ai që s'ka, i varfni. Islami ka vendosur ligjin domethënë kontrata. Ja pin gjakun fukares. E ka ndaluar forma të ndryshme domethënë grumbullimit pasunisë, pastaj keqpëdorime ndryshme që qofshin padrejtësi. Te çështja e kamatës duhet me pas parasysh. Padrejtësia e parë që është shumë e rrezikshme. Është që the fukares, ja ke gjetë ditën, ja ke gjetë hallin, është i detyruar ndërsa ti lun me ta. Ja rrishin kamatën. Pastaj shohim edhe këtë sistemi bankar që është i ndërtuar me kamatë. Për çrregullimi tjetër është që ai që jep me kamat, ai bëhet parazit më. Tjerë do të më punuaj me fitu në formën jo ja kanë hub kuptimin edhe të parës, ku ne dimë që puna është ajo e cila në Islam, domethënë është që shton parën, apton bereqetin mollën, jo apton aty parja parën, apton kjo është si edhe në sistemin ekonomik. Është me shkaku i kësaj e humbin familjen, ka njerëz që vinë deri te vetvrasja, aso është rregullim kjo. Aso është rregullim? Qysh me dal para Zotit pastaj? Mos pasja drejtësi në shumë vende, për shembull, e shohim qoftë te punësimi ose te diplomat ose këtu, ndërsa pejgamberi sa më ka thonë ai që ja jep një pozitë dikujt. Tu e ditë që ka dikush që është më i thirrën për çat pozitë, ja jep dikujt që s'e meriton realisht, do ta e ka tratuar Allahun dhe dërgumin e tij. Edhe tjetra u përmend në punësat, për shembull, në punësat e shtetit, Islami kushton rëndësi bazave të shtetit, ndalen për shembull mitën,
apo që e di me shfetin, kur ka pejgamberi sa edhe ai që merr dhe ai që jep, domethënë e kanë vënë zjarr xhenemit, kuptimin dy të rrug. Edhe kjo është ndoshta nëse e këshir sot për shembull në shtet i posalindën, kuptimin posaformuese shembulli i shtetit tonë Kosovës, se shohim që shkollë shumë e lartë të korrupsionit, kjo vjen si rezultat mungesa e besimit. Unë e përdorin në shembull thamë edhe po besoj që është i njohur edhe të tjerë e përdorin kur tham sikur kish pas frikë, respekt ndaj Zotit. Sikur njerëzit e kishin pas bindjen se Allah i mbikëqyr çdo hap të jetës tyne, atëherë nuk kishin këshyr kamerat. Për shkak të vendosën çdo ç'është te bankat ku ka pasuni vendosën kamerat njerëz të këshyrin. Po sikur njerëzit ishin kot lidhur me Zotin, s'kishin pas nevojë për me bësh shpenzime hiç për me vendosë sistemin e kamerave. Për këtë arsye të parë i kanë mësu, i kanë eduku e vlet fëmijët e tyre, po edhe vetes ja kanë kujtuar gjithmonë këtë çështje, i kanë thonë që fëmijës kur as njerëz i kanë thonë për shembull rruju se polici, rruju se ai çysh zakonisht ne edukojmë, po ata i kanë mësuar fëmijët, ju kanë thonë rruju se Zoti të sheh. Zoti ka kontroll gjithmonë. Polici mundet mos me kanë, baba mundet mos me kanë, ai tjetri mundet me kanë, ama Zoti gjithmonë ka mbikëqyrje. Për këtë arsye ata gjithmonë ju kanë thut Zotit mua ato lëshë ku dush, mos u tut. Edhe Xhibrili kur në atë hadithën e famshëm të Xhibrilit, kur ka ardhur me mësu fen, që ka thënë pejgamberi ardh Xhibrili se ka njoft me mësu fen, kur e përmend puna e ihsanit, çka është ihsani, ajo mirësia. Do thonë me adhuru Zotin, po, ajo vërtet në kuptimin e kulimit të mirave. Do thonë me adhuru Zotin sikur e sheh. Edhe pse ti nuk e sheh, ti sheh ty. Do thonë kjo është anashta ajo ndjenja që paraprakisht kjo është ajo realisht është ajo preventive, se nuk është qëllimi i temës tonë na sot me fol për fesadin dhe llojet e tij edhe në çdo detaj për shkak që kemi pamundshme për shkak minutazhës që kemi, po qëllimi është pak ndoshta me reflektu që mundal me menu. Çdo teleshikues që po na përcjell këtë moment mundal me menu më thon ka dole a jam në pjesë e islahit, përmirësimit, apo jam pjesë e fesadit të çrregullimit. Edhe ai do të më pasë në rolin e pejgamberëve, që pejgamberët nuk kanë lënë pasioni, por kanë lënë dije, të cilën na do të më mëson njerëzve, apo do të më çejnë ata, edhe pse kanë thonë nëse një njeri, nëse 10 njerëz punojnë, ndërtojnë, edhe një njeri që prish, ai këtë për gjysore e prish këtë ata. Ke po një muri për shembull, 10 mjeshtër punojnë, marr një pak kapton që si kuptoj gjona të fortë ose do me bosh rregullime, këtë murin që kanë rregulluar ato ditën ai brenda një kohë shumë shkurt prish. Para më po kjo është nëse gjendja aty në që ndërtojnë është përmirësojnë shumë më e madhe se sa gjendja aty që prishin, po Zoti na rujt, më përhom shoqëritë tona ata që prishin me kanë numër më të madh. Çfarë do të ishte gjendja? Është alarmante sigurisht. Për këtë arsye po them që na duhet mu vetëdisu, po edhe gjithmonë parimet që janë parime duhet më rujt. Pa marrë, ke kush ke? Do thot Islami i ka këto probleme, Islami i ka zgjedh moti. Ata që ja kanë frikën Zotit, ata nuk e lejojnë veten me rang si me këto faudem, po domethënë që nëse vjen pyetje edhe jeta jon, parimet mos mund ndryshu. Jo, parimi dëgjoj, është një rast shumë interesant. Pejgamberi sa një herë kur ka vjedh një gru, ka ardhur një shok i pejgamberit me ndërmjetësu te pejgamberi. Mos më ekzekutu dënimi asoj gruajes. Me një fjalë, edhe kjo është rishfet. Edhe kjo korrupsion. Nuk është me parë, po është me njofsi. Po kjo është një formë. Ky ka ardhur dhe i thotë ja Rasulullah me afal. Po thot pejgamberi alayhis salam vallahi po bën bi. Sikur bija jam Fatimia, që e ka desht shumë, që sa herë ka hi ajo në shtëpi, pejgamberi u çu e ka puth në ballë. Ekstreme ka desht. Ka thonë Fatimia me pas vjedh, ja kisha prej dur. Kur drejtësia, ose Omeri një herë ka ardhur një mbret persian e ka pranuar Islamin, mbret, do thotë kur figurat që thonë të na VIP-at i bashkangjitën është një nder, është një kënaqësi, është një gëzim. Ky mbret e ka pranuar Islamin edhe ka ardhur në Mekë. Kur ka hyrë me bu vizitën e Çabës, me usil rreth Çabës në tavaf, një njeri thjesht, një kërkush hiqi në aspektin e pozitës, njeri thjesht pa hiri e ka rrok. Pa hiri, pa dashi. Edhe ai mshën shuplak. Ai më herë shkon te kryetari musliman vetë Omeri. Ai aty që ka bu padrejtia, ai që ju ka bu fesad pa kur far drejti, i thot Omerit kështu më ka ndodhur. Omeri e thirat mbretin, thot hajde ko. Ata i kem shuplak. Thot po. Thot
hajde se duhet me ta kthy. Në Islam është kështu. Synin për sy, veshin për vesh, dorën për dorë. Ja kem mshu, duhet me ta mshu. Po natyrisht jo individi, po është ligji, shteti. Do thotë më ja kthy. Se do të shtamullë më kesh kuptuar se e ke po nga njerë disa njerëz po do më ndërry këtu. Qyrin me dhon vet me se do të vim te pika e fundit cilat janë aty metodat, mekanizmat që Islami ka vendosur në funksion përmes cilave mi dol përballë çrregullimit dhe me parandalu ose në situata të caktuara edhe me ndalu sipas mundësisë. Po shumë tri emocionale ose njerëz që fillojnë me urdhru për të mirë, me ndalu nga keqja. Kjo është ashtu ai hapi i parë. Urdhrimi për të mirë, ndalimi nga keqja, ja vlen më ndal këtu. Mendojnë se urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja, auton tash ty në favor me përdor forcën ti si individ. Këto për këtë arsye ndryta. Tash Omeri pi thot këtij që duhet me Islam kjo është drejtësi. Në Islam s'ka ti e kryetar, ti e kryeministër, ministër. Çka thon pejgamberi, njerëzit janë sikur na ata dham të ekranit. Tonë të barabartë. Do thot nuk ki drejt ti pse ki pozit tash mi bu pa drejt atina. Kushdo që jetë. Na për shembull kemi raste të na për më kthy prap shembullit, ka raste kur për shembull është në pozit, edhe është në gjendje ndoshta edhe ato që mbon rend me sigurinë e tij më rreziku. Pse është një pushtetar. Për këtë arsye Omeri i thotë duhet me ta dhon dënimin. Tha çish bëon, tha mbret, jem kon tha ky kërkush ishi. Pyethet Omeri, janë Islam s'ka të na mbret shërtor, të na ka drejtësi. Duhet me ta dhon dënimin. Po. Tha prit menuna. Është shumë interesant. Thymja e parimit, çrregullim është. Edhe tash ai u menu, a me pranu një dënim që e ku meritu, apo ç'a me bu, e lëshon fejen edhe ik prej muslimanëve. Kur i kallzojnë Omerit, që ka ikaj, shkoki që s'ka pranu që ato me bu, ka thonë, ma letë është për neve me hup një njeri se me hup parimin e drejtësisë. E këto të parimi, Farodin, një mekanizëm praktik që ka pru feja, kur jemi të fesadi, luftimi ose dolja për balë fesadit, çrregullimit, shohim që Zoti në Kur'an ka thonë wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Është pyetje parimet. E ke po ndoshta nga njëri është shumë thjesht rrugën e Zotit e fiton famë tanat, po jam pyetje që udhëheci i shtetit bën zullëm, i bën padrejtësi, shtyp musliman nga Afrika auton, ai çka i mveshet udhëheci. I bashkangjitet e Zotit çka po thon Kur'an, po thot, moni varfone mos anani, mos ju gjënjëzani në farfone, mos u bëni me ata zullumçorët, nuk po thot mos bëni se zullumçorët, vetëm ta mos u bëni, ju prej zjarre xhenemet. Kjo është shumë aktuale edhe në shoqërinë tonë, shohim që shumë njerëz ndoshta alamet njerëz për kadia tanat, për shohim që ka i kanë rro për kësaj sprove. Ma një prej formë mekanizëm, po që thati, një prej mekanizmave është domethënë që mos më bëj me zullumçorin. Pejgamberi sa më ka konsideruar që xhihadi më i fortë është një udhëheci pa drejt, zullumçor, më thon, mi ful direkt, më thon se ki gabim. Tjetra është urdhërimi për të mirën dhe ndalimi nga e keqja, ashtu që është pikë shumë e rëndësishme. Pejgamberi po thotë, kush sheh për jush një të keqe, le ta pengon me dorën e tij, nëse s'ka mundësi me dorën e tij, me gjuhën, nëse s'ka mundësi me gjuhë, atëherë me zemrën e tij, domethënë varësisht për imanit besimit. Natyrisht kjo me dorë, e thamë edhe më herët që i përket shtetit, po shteti është ai që mirë, për arsye se bëhet anarki, ato që thamë edhe më herët e problemet, dhe një tjetër që është më e rëndësishme, po besoj që me cilën do të më përfundu këtë pikë është që si reformator, si thirrsa në rrugën e Zotit, ajo që është shumë e rëndësishme është edhe sinqeriteti. Me qenë sinqert, për arsye që mos me hup shëmbëltyra, cilën Zoti e kalon këtë pejgamber shëmbëltyr për neve. Nëse edhe thirrsa në rrugën e Zotit nuk janë shëmbëltyr, sot flasin ndryshe, pas nesër flasin kundra vetes, ose atëherë hup shëmbëltyra. Do të jetë kanë më zgjëny kanë më thon po, filoni sot ka fol kështu, dia ka fol kështu, kështu. Domethënë ato parimet që përmene. Inshallah Zoti po tham na bën prej atyre që me mundësitë tona, me kapacitetet tona dhe populli jonë që largohet prej rregullimeve, bën përmirësues ndërtues. Inshallah Zoti na shpëlon më të mirë. Nëse kemi diçka, kemi gjysmë minutë. Zoti inshallah na bën prej atyre cilët gjithmonë drejtës jamojmë anën, pa marrë parasysh a është në interes tonin apo kundër interesit ton, se gjithmonë kur është puna e drejtësisë, kur është puna e rregullit, e përmirësimit e gjonave të mira, gjithmonë është në interes tonë, edhe pse në fillim është na duket që është e keqe, po ajo është që në tarmën frytet vinë pa ndërprer. Allah shpërblet Farudin, teleshikues të nderuar, ju falenderojmë për dëgjueshmërinë tuaj, lutim Zotin e Madhreshëm që të jemi prej atyre ato që flasim edhe veprojna. Inshallah Zoti na bën reformator, thirrsa në rrugën e Zotit me urtësi dhe me këshilla të mira.
Zoti e mbrojt vendin tonë dhe botën dhe ambientin në cilën ne jetojmë nga fesadi, shtrëngullimet, devijimet, prishjet, kudo që jeni, mbeqi në mëshirën e Zotit. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.